apo agroteknike së mbjellë. Drejtoria e bujqësisë në Ferizaj ka shpërndar fidane të mjedrës për 50 fermer të komunës së Ferizajt, prej të cilëve përfituese janë edhe 17 femra, studentë si dhe familje të dëshmorëve. Përfituesit e fidaneve të mjedrës thanë se subvencionet e tilla po ashtojnë të ardhurat nga se kanë mundësi të punësojnë edhe anëtar të familjes. E kena nektar, kena misër, që të një 50 me mjedër, 30 ku mjedë dhe 20 tash e kam e mjedë me shtu kapacitetin, e poshi kolla vërdi dhe me anëtar të familjes, punën që të, kena fuqi punëtore, për mi mledh edhe nëzënësat e shkollës, gjithë shka kuro kuha atë, edhe ata ka levërdin morrin punojnë, morrin të holla, mire, nuk o ketë. Jam përfituese 20 mjedër, falenderoj komunën, drejtorin e bujqësisë, që në kanë ndihmuar këtë, janë fidane shnosha të mira. A keni pas më herët fidane të mbjellura? Po, kam pak. Sa hektari keni dhe sa do t'ju ndihmojnë? I kam 20 të mbjellën, ato me komble vetë ato, tash janë përfituese komunës. Drejtori i bujqësisë në Ferizaj, Ismet Vranovci, tha se fermerët që kanë përfituar nga ky subvencion do të mbjellin nga 20 ari sipërfaqe të tokës së tyre. Ai pohoi se përmes këtij subvencioni që u shpërnda sot, komunës së Ferizajt do t'i shtohen edhe 10 hektar me kulturën e mjedrës. Me 23 mujt kalum, domethënë me 23 nëntor, mjedrat fidanët e mjedrës kanë ardhur, janë vendosur në frigo dhe nga ona inspektorëve fitosanitare regionale është marrë mostra dhe janë dërguar për analizë. Dje na ka ardhur rezultati i analizave, fidanët janë të shëndosha, është bërë një analizë e mirë dhe në momentin që na kanë ardhur neve rezultatet, ne kemi ftuar fermerët për të bërë shpërndarjen e tyre. Vlera e këtij projekti ka shumën e rreth 62.000 eurove, ku komuna e Ferizajt ka participuar me 50.000 euro.